Përmes kësaj grafike me të dhëna ditore për pacientët që kanë kërkuar ndihmë mjekësore në spitalin dhe në shtëpinë e shëndetit në Gostivar, Ministria e Shëndetësisë tregoi se ka rënë trendi i epidemisë në këtë qytet. Siç shihet, kulmi i atyre që kanë kërkuar ndihmë mjekësore ka qenë më 18 korrik, gjithsej 649 pacient, ndërsa dje 24 korrik janë paraqitur vetëm 80 raste. Денес имаме состојба од 80 првопријавени пациенти, што е двојно намалување од претходните бројки и дефинитивно сме во надолен тренд. Вкупната бројка на заболени е околу 4000. Со тоа што успеавме до сега да анкетираме, односно се пријавени 750 со пријави за заразни болести, анкетирани се 490, така што можам да кажам дека епидемијата влегува во смирувачка фаза и започнува фазата на целосна епидемиолошка анализа за утврдување на хронологијата на настаните. Ministri Glekovski u bëri apel qytetarëve që të shmangin vetmjekimin dhe marrjen e terapive pa konsultim, duke theksuar se çdo pacient me simptoma duhet patjetër të kontrollohet nga mjeku am, i cili do t'i përcaktojë terapinë përkatëse, por kur gostivarasit do të mund të përdorin sërish ujin, qoftë edhe vetëm për pastrim. Gjatë javës, kryeministri Mickoski tha se ka pritshmëri që në fundjavë të ketë sërish ujë, nëse gjithçka shkon sipas planit, por i pyetur për këtë, ministri i Shëndetësisë sot tha se matjet ende nuk tregojnë nivelin e duhur të klorit në ujë, që ai të mund të përdoret si ujë teknik. Управлувачкиот комитет работи на прашањето, уште се беа недоволни вчерашните резултати на резидуален хор, бидејќи во основа за водата да биде безбедна на одреден степен, се гледа колку хлор има во водата, уште не е постигнато посекуваното ниво, се прават редовни анализи на водата на повеќе мерни места. Во моментот кога ќе биде хлорирањето на задоволително ниво, ќе биде дадена дозволата за употреба за техничка вода. Ministri Glekovski deklaroi se në sistemin e paralajmërimit të hershëm për infeksione në Gostivar është regjistruar një vonesë prej 3 deri në 4 ditësh, ndërsa autoritetet po analizojnë të dhënat mjekësore dhe raportimet për të përcaktuar sakt kronologjinë e ngjarjeve. Ai tha se përgjegjësi do të ketë, por theksoi se hetimi duhet të bazohet në fakte profesionale dhe jo në akuza apo presione publike. Sipas tij, aktualisht po kryen analiza të detajuara përmes disa burimeve të pavarura, me qëllim identifikimin e dobësive sistemore dhe parandalimin e përhapjeve të reja të infeksioneve.